Mirëmëngjes. Ja ku jemi sërish në rrezën tonë, mirë se erdhët, ju përshëndes. Do të flasim për një lajm i cili na ka gëzuar të gjithëve dhe që na ka bërë pjesë e trashëgimisë botërore, siç është vallja e Tropojës, kthimi i Tropojës, kthimi i vendit, është bërë pjesë tashmë e trashëgimisë në UNESCO, duke na bërë krenar dhe duke e ruajtur sigurisht ndërshekuj virtualitetin dhe duke kthyer Tropojën dhe artin e saj në skenën botërore. Do të flasim gjithashtu në pjesën tjetër të emisionit tonë për një problematik që na shoqëron në përditshmërinë tonë. Bëhet fjalë për vajin e ullirit dhe problematikat që kemi lexuar këto kohë në media, sigurisht që do t'i japim përgjigje përmes ekspertëve tanë. Por mbi të gjitha do të shtrojmë pyetjen: a jemi të sigurt për vajin e ullirit që blejmë në treg? Si duhet ta zgjedhim atë? Cilat janë komponentët kryesorë që duhet të përmbushë vaji që ne duhet të përdorim? Dhe padyshim që pse Shqipëria me prodhimet që ka këtu nga fermerët tanë me vajin e ullirit nuk arrin të bëhet një eksponent i eksportit të vajit të ullit, aq më tepër që ky vaj eksportohet me një çmim shumë më të ulët se sa vendet e tjera në rajon. Ekspertët do të vinë të flasin për këtë problematikë dhe do të na shpjegojnë padyshim se cilat janë mënyrat më të mira për të dalluar dhe spikatur vajin më cilësor të ullirit. Ndërsa në kuzhinë, le të shkojmë së bashku me Albanën, të gatuajmë receta shumë të mira sot. Dhe ja ku jemi në kuzhinë, mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Në kuzhinën tonë, ku fillojmë me ëmbëlsirat, po e ndjejmë pranin afrimin e festave, sepse sot të ta nisim me baklavan. Sot bëjmë baklavan e parë në fakt të festave, me fistik. Jo tradicionale, në? Tradicionale kam lënë pak më vonë që të afron edhe tamam festat. Ne do japim alternativat e ëmbëlsirave. Dhe në ditën e duhur, normalisht, do vim me baklavan atë tradicionale, në baklavan që ne jemi rritur, po plakemi, ajo shia është. Atëherë unë ndez vatrën, ku është zanafilla e kuzhinës, edhe shtoj ujë. Sepse këto i bëj që në fillim fare. Sheqerin, a është sheqer apo jo? Dallon nga shkëlqimi i kokrës. Moj shkëlqimi dhe rënja shoku Zylo ishte gjë tjetër, po unë jam me pasyze. Dhe mua më duket një sok, mua dhe një se shtëja më duket sheqer tani. Me mos është gjë thjesht. Prandaj kemi gjithë ato shisa. Mohatjen, të parin, të shijuarin. Shtoj sheqerin. Shtoj gozhët e karafilit, sikurse dhe kanellën. Me kaq është pjesa e parë. Kaq është pjesa e parë. Kam petët e gatshme. Për petët e gatshme që unë kam, një tepsi simpatike, cilindrike, do t'ja lë Nikit që të presi petët. Dhe thikën që do të mi duhet, Niki, në basë të tepsis, unë të t'jap urdhër, ose e di që do të duhet në një kartopicet. Sa bukur. S'ka gjë me, nuk është... Jo, mëj, po e prisja mbi tepsi. Se pashi kishte këtë dhëmbëzën. Nuk që i kam vetëm unë që ngatron sheqerin në kripën, goca ngatron anët e petët. Ishte defekt teknik kjo imja, po me shisat jam shumë e nuhatshme dhe me intuit. Tani e në më të mirën tënde, moj, në më të mirën tënde. Unë kam biskotat. Biskotat i thërmoj. Me biskotat kam arat, kam dhe fistik. Gjë që do kalojnë të gjitha në blender dhe do të thërmohen, grimcohen. Aty ku po pret, do marrësh dhe energjit e tua për të bërë atë prerjen e bukur pastaj. E thash. E thash. Se unë nuk kam as para lajmërim me ti ditë më parë, por dëgjoni ki kështu, në tani u pam, ja. Jap. Pra, kërkon akoma dhe ta shtoj këtu. Marë pjesën e fistikëve. Sërisht
nuk kalojnë që të bëhen miell. Pra, të kenë edhe pakos fare më duhet. Është okej. Sa pet ka kjo paketimi? Apo është një pako e plot dhe varet sa është një pako e plot me 100 pet. Me 100 pet. Si është ajo me 25 gërsheta, edhe kjo është me 100 pet. A i kishë numëruar gërshetat e vashës, edhe unë 100 pet të paktën, nuk i numërova, po ku ishte ambalazhimi. Marrë dhe arat. Që sa e veçantë që është, pja. Që ara ka formën e trurit. Shërben shumë mirë, yndyrnat e mira që ka ara. Të gjithë të mas tani që unë e kam, do të ashtoj këtu. E largoj. Super. U bën gati frutat e thata për biskotat. Baklavan ton. Si kurse? Dhe një pjesë do t'i përzjemi dhe mirë, që të jenë gjithandej të shpërndara. Mirë është edhe aroma, kanë lëshuar, kanë shpërthyer aromat aty. Mirë. Oni që të lutem më merr një më të madhe se kështu siç është, nuk do kem një tasë kështu fjalë. Po, më të madh, po. Atëre kam, kuptoj, s'ka nevojë. Janë biskotat, fistikët dhe arat. O, të lumë dora të ja, pra kjo. Më lirshëm. Dhe përzierja bëhet më e mirë, ku ka hapësirë. Kjo është një që dua. Bravo, ja, më kupton për një herë. Se si ashton të gjithë fistikët, apo t'i lësh pak për më vonë? Lë pak për më vonë. Shtoj masën. Sepse është e nxehtë, edhe, prandaj, me të mena. E lëshon atë aromën, njomen pak këto frutat e thata. Largoj edhe atëhere, vendos lugën. Rreth. Dhe i përzim tani. Bëj tani të mas, jo në gjithse. Edhe ato hide, po, imagjinoni se çfarë arome mirë është nga kombinimi i karafilit edhe i shkopit të kanellës. Edhe pakos fare, Niki. Edhe kur ra do një gosht, e largojmë punë e madhe, sepse jep... Kja, kaq më duhet. Më njomën prak. Ose në të kundërt, u bra pishman. A gjithë pishmane, po të kishë lindur vetëm, dhe ishte... A kemi të tjerë fistik aty? Edhe po s'ka problem. Sepse unë do të spërkas me qumë shpanda. Pra do të gjys, ose do të mbys, si që thot Juglida, do të mbyt me shërbet. Po tani baklava këto kanë, e prandaj marim të gjithë pesh në fund vit, sepse ja këto nepset e unë i kam diku të 5 kilshi në fund vit, i kam kësu pa dhimbje. Duhet të ekuilibruar me fillimin e vitit. Tani, këto petet do t'i lëm? Tani, ato petet si që ke, lumë dora aty. T'i lëk shumë janë, tryezën e kemi të pastër. Se duhet që të njomen, edhe duhet që të zbuten, akoma më tepër, të aromatizohen dhe me gjalpin, se ndryshe pastaj du të kemi një baklava të thatë edhe... Edhe kjo nuk na duhet, na duhet që edhe mbushjen ta kemi të bollshme. Ja shohim mirë së bashku baklava me fistik të pashërbetosur. Vërtet nuk do ta shërbetosim, por do ta ëmbëlsojmë me qumësh të kondensuar. Baklava me fistik, ja këtë ke keni, është baklavaja e parë për këtë sezonin e festave, kështu që le ta nisim bar. Një pako peta për baklava. Gjalp, 175 apo 180 gram gjalp të shkrir, 250 gram ara, 100 gram biskota të thërmuara, një kuti qumësh të kondensuar, 100 gram fistik, 3 lugë gjelle sherbet, 1 lugë çaj kanell, 1 lugë çaj karafil. Pra, ky sherbeti 3 lugë gjelle që
lexuam është nga kombinimi i kanellës, i karafilit, pak ujë dhe pak sheqer. Të bëhet një sherbet apo një shurup, disa lugë të tilla, të cilat ja shtuam frutave të thata, të grira paraprakisht, i njomëm ato me këtë sherbetin dhe i aromatizuam me kanellën edhe me karafilin. Një është ky procesi që pet shtojmë edhe vajin apo yndyrën, gjalpin. Kryesisht gjalpi mirë i freskët përdoret për baklava. S'do mend kjo gjë. I kalojmë, 2 e 2 i kaloj unë. Largoj pak atë qumshtin, se na pengon. Po, pa tjetër. 2 e 2 tha shumë, po jo 3 e 3. 2 e 2 thash, jo 3 e 3. Shumë, po ti ndaj petët. Vër 2 nga 2 që... Se janë petë aq të holla. Vure të dytën, apo jo? Pa. E kisha treshe këtë pra, e kisha... Ja, kërkon, edhe kohën e vetë gjithë shka të gjogatim. Shife këto, fundoret, normalisht, skajoret. Dhe për bëhen baklavat. Shtojen. Gjithmonë e shoqërojnë në visat me këtë komunikimin me veten, me familjen, me njerëzit që janë hajde marrësi, të mos kur hapen petët vetë, dhe ne do t'i hapim edhe me, se kemi Olën, sigurisht që do na japim barësi, si që nga ka dhënë nga fillimi deri tani, dhe urojmë që këtë energji të mirë ta përcjellim dhe në familjet tuaja, sepse duhet ta ndjesh që të gatuash edhe baklavan, duhet të ndjesh edhe mirë padyshim për të manifestuar gëzimin, ëmbëlsinë, mirësinë që sjellin festat, duke në ndryshuar pak a shumë, duke na bërë të reflektojmë se si jemi dhe si duam të jemi. Tani të them të drejtën, unë e kam thënë që brumi që unë i kam besuar, mielli që unë i kam besuar ka qenë gjithmonë Ola. Edhe pa e patur ne këtu në... Pa e patur këtu. Dikur kur isha kthyer, sa u ktheva jashtë, normalisht, sa të gjeja vete nuk se qa punë do bëja, ishte e vështirë. Po, kur shkon atje jashtë, dyert nuk hapen edhe thonë hajde ti Albana dhe puno çfarë të duash ti. E kam thënë që kam punuar pak, por ama kam punuar. Ato punët që kur shkon emigrim, ato punë të presin. Patjetër kam punuar kuzhinën, patjetër kam mbajtur pleq, patjetër kam mbajtur fëmijë të vegjël. Dikush thotë, o, juve na hapët barkun që dëgjoni muzikë të tillë. Unë nuk hap barkun askujt, por ama më pëlqen që muzika dhe kuzhina... Këto reflektime kështu. Po, muzika dhe kuzhina... Thash reflektime, po thash për gjendjen tënde të brendshme. Nuk ka kufi, aty do dal. Pra arti asnjëherë nuk ka kufi. Unë isha mësuar që të bëja gjithmonë ato gatime që janë gatime save. Dhe gatimet e tjera që duhet i bënte nëna, ose vjera, ose gjyshja, ja lej aty, sepse është dhe një hierarki që ti do të ndjekësh. Baklavan, me thonë të drejtën... Shte besimi, se nëse ti do ishen qikë si që... Jo, ishin dhe të parët. Të parët e shpisë. Baklavan e kisha lënë gjithmonë mami tim. Por, vjetë, me sa duket, isha kuptuar 2 vjetë që gjërat nuk shkonin mirë, edhe marrë vetë që të bëj baklavan. Do thoni ju, aq të holla sa i hapte në naime, jo. Vjetë ishte akoma dhe më mirë, par vjetë nuk ishte aq mirë. Vjetë ishte akoma më mirë. Si vjetë, së vjetë do jetë akoma dhe më mirë, dhe këtë do ta demonstroj. Te mielli Ola, të ndjepa që batë, kjo është. E vërtet është mielli më i mirë në treg. Ndërkohë, shtrojmë dhe petët e tjera dhe ne bëjmë atë shkëputjen tonë për këshillat që vinë nga gjithmonë për personat të cilët vuajnë nga prostata. Është një suplement ndihmor që sugjerohet dhe ju duhet të telefononi. Shtres pas shtrese, po vendosim edhe mbushjen. Kjo është shtresa. Baklavas, që ka brënda fistik, ka brënda arra, ka biskot të thërmuar, të gjitha të bëra thërime. Nëse keni grirsen, i grini në grirsen, në të kundër shtypini. Dhe më pas njomini me shurupin që e përgatisni vetë, ujë, sheqer, karafil edhe kanel. Të treja këto japin edhe aromë edhe e mbajnë të butë jo të thërmuar dhe të fatë dhe të ndarë njëra pas tjetër, po bëhet një masë. Te fundoret, gjithmonë te skajoret,
Na qëllona feta e vogël dhe gjysmë ka, gjysmë s'ka mbushje. Po. Ky është qëllimi, kështu që për hapin e mirë gjithandej. Ajo ishte pjesa me keqe kur të binte. Ajo binte kalamajve në kohën time, se mesi ishte për mysafirët. Po. Kush vendos të përgatisi tradicionalen, baklavan tradicionale me hapjen e petëve vetëm me arra? Ja, një sekundë se pas kam dhe një qikë këtu dhe kjo mund të më zëvendësoj. Në të kundër, edhe një nuskë të voçkël. Kjo është shumë e thjesht. Madje tepër e thjesht, shumë pak minuta na mori. Ju duhen produktet dhe... Tani të themi të drejtën, nuk ka si tradicionale. Kjo është për dembelet. Në thojza, a? Me dhe ato që s'kanë ko, për shumë. Po pra, ato përfshien. Ta kësha prirë në qikë më mirë atë. Nuk ka problem, sepse pjekja... E ullë pak. Furën mos e haroni dhe je diku te 100. Kjo do patjetër të 180 grada. Jo, po s'ka, ajo pjekja e tradicionale, sa ty është problem, jo kjo. I kam shtuar pasi që pat dyshe. Me 2 shtresa mbushjen. Edhe petët. Dhe dyshe petët, duke i njomur kështu me gjalpin e shkrirë. Nuk harojmë gjithmonë. Skajoret. Dikur kemi pasur në gjuhë pas skajoren. Në gramatik. Mura më mirë, edhe ato do jenë dhe 2 herë të tjera, po. Edhe, tani... Se janë shumë tolla, petët, kështu që i marim nga 2. Një sekund. Aja, këtë do bëja dhe unë, se janë të ngjitura. Janë të ngjitura se siamezet. Edhe tani që rinë në dritat të kamerave, lëshohen pak të petët. Rida, mos të do shtohet peta që këshu. Ja. Sa tolla që? Po si. Tani, tek 2 të fundit. Po, këto janë të mira, këtë pa... Do të spërkas edhe këtë petë kështu. Dhe 2 të fundit i shton Androniki, edhe... Bën edhe prerjen që e ka haruar të shohë edhe një. Po qëfar të me rombet? Qa të me rombet? Ja, të me rombet. Do t'i shtesh edhe pak anash? Jo, nuk do t'i shtesh se kam, do t'a lë në nxehtësi, sepse të gjithë të mas, unë do t'a shtoj në fund, në bas prerje si do bësh. Pas asaj dhe pas pjekjes do shtohet qumshti? Kondesuar? Po. Ja, e në gjitur mirë. Cila thikë pret më shumë? Ke madhja apo e vogla? Që njerë ka e bërbarë dhe si tha pasyro, kush është me e mirë dhe edhe përgjigje në këtë e di, po të këto thikat, pyti vetë. Ajde, bismillah. Me shëndet. Me shëndet, si të doni ju. Ja e pastrova. Edhe vëndin, si kur se ka vendos. Si që do tradita, vit pas viti, kush e disa baklava do pres? Barësi dhe bereqet, reze. Ta njës me këtë me fistik, që Albana tha që është për dembel, por nuk është dhe aqë për dembelet, se ka edhe gjitha të shpenzim. Po, prerja nuk është për dembel, prerja është për të shkashtit. Kurse, pjesa 8 mbushje nuk është, ju e pas shumë mirë që gjitha aty të merë, ko vetën... E do në rombe, apo si ta bëjmë? Bëjmë më të thjeshtën dhe më të përbërën do të alësh atere kur ne do të bëjmë baklavane tradicionale. Më që në tjetë feta ka i qa që është trekëndshë. Qa do gatuajmë pastaj ne? Pastaj, jo, dysha thosha që me këtë lloj baklavaje për shembull, është e rëndë, është goxha e rëndë, sepse s'përkatet, jo s'përkatet, po zhytet e gjitha në qumë shpanda. Dhe normalisht duhet të jenë nuska të vogla. Këtë është shumë e ëmbël, është shumë e ëmbël. Kjo ishte edhe arsyeja që unë tek mbushja nuk vendosa shumë pak sheqer
të sherbeti dhe nuk shtova, në mbushi nuk shtova sheqer, sepse ka dhe të tjerë që i shtojnë sheqer. Dikush më erdhi një zog i voçkël këtu dhe më tha që pa sheqer. Jo sheqer, jo. Po. Edhe, gatimin tjetër ne kemi një gjell me patate. Kjo feta këtu për shumë, është i sa e mirë që kjo e mirë, si se ka këtë mbushjen plot. Po, pa tjetër. Këto ansoret i konsumon ai që nuk do sheqer. Se aty faktikisht këtu, në anë të pjekjes, peta eliminohet pak, ekzekutohet pak. Pjekja ansore. Kurse këtu mua më duhet ajo ngjyra e artë, nuk më duhet pjekja e shumt, dhe pse nga ndonjëherë shoh që edhe kur nuk e pjekim shumë, duket sikur është e pjekur pak më tepër. Po. Edhe me iku zëri nga... Nga gjithë kjo që po shef, gjithë kjo bukuri që po shef. Ara, shtik, që më shi kondensuar, petë të bëra gati vetë, të gjitha këto më bëjnë keq në shëndet. Po ç'ke? Ja. Ky do të jap vetëm një pjesë të vogël. Vetëm një pjesë të vogël do të jap. Në furrë të parangrohur, në 180 gradë, sa të bëhet avash, unë gjalpin e kam tretur këtu, dhe tek receta tjetër normalisht edhe mishin e kam lënë që të bëhet. Androniki, të sillon recetën tjetër dhe ti bën prerjen, apo jo? Edhe 2 reshta kam, edhe mbani po sillë recetën tjetër dhe e shohim. Po. Duke parë, duke bërë. Sa të jap formën e yllit se kam haruar dhe unë që vjetë që kemi bërë baklavan. Po ylli një herë në vit vendosët, kurse ylli ynë vjen një herë në javë. Ka yje dhe yje. Do bëjmë një tavë. Okej, ja dhe të fundit edhe e mbyllëm. Me patate me perime. Këtu. Si tha i grupit, që grupi ishte? I beteve? Albana romantike? E gjetën. Pa, që gatuan me gatin me spine, ishte dhe kjo dhe këte e gjetën. Ja, ta shofim që nga lartë si ishte ylli i këtë viti. Si pas ylli do jetë edhe dita edhe viti. Po një super modeste? Hajtë më modeste. Një si super këfeta të yll. mëdhaja, po mundesh edhe më mirë, gjithsesi, erën tjetër kur të bëjmë atë me petë të hapura, do ta realizojmë më mirë. Direkt në pjekje, ose do të shtojmë vajin, më falni, gjalpin e tretur, dhe më pas në furrë, në temperaturën 180 gradë. 180 gradë. Ma jep edhe vajin tja, vajin. Në ndyrën, kështë është tani. Tani e gjitha, të kalon, të një këtë bje vetën këtë. Ne do kalojmë në publicitet, është momenti... A e pat që e mori me zora, a e pat? Ja do mbuloj ca defekte të yllit. Të gjithë masën do të ashtosh, të gjithë masën. E gjithë masa, prandaj dhe unë... Gjalp i shkrir, duket që është një gjalp i freskët, gjalp fshati, dhe kjo është shumë e rëndësishme kur... Kjo bën pjekjen e mirë dhe peta të jetë e butë. Ajo peta që fillon edhe shkriftohet. Ajo është. Pra gjithë luan rol veç mjellit, veç përbërësve të tjerë, gjalpi është që ne themi vëm vullën në pjekje. Bravo, Androniki, atë mund të aktesh edhe kështu. Shumë mirë. Të lumshin duar. E kemi gati për pjekje, kalojmë publicitet dhe rikthehemi me recetën e dytë. U rikthyem në kuzhinën tonë, mirë se erdhët për të gatuar recetën e dytë pas baklavas që vendosëm të piqet në furrë me fistik, me ara, me biskota dhe presim tani që ta përkasim me qumshtin e kondensuar. Kalojmë tek receta e dytë. Kemi një tavë me patate, dhe patatet i kam vendosur 2 herë, sot është dita e tavave sot. Patate rumbullake, ja të prera në formë disjesh, patjetër që janë të vendosura në ujë, nuk kam shtuar krip dhe ujin e kam lëmë të vakët, jo të ftohtë. Kam, ju i keni ajkë shumë mund të merrni shmandin, mund të merrni ajkën e kosit, djath, krip, piper, thelpit e hudrës dhe mbi të gjitha. Qumshtin ton vita. Të ky qumësh mua më duan sa gota mund të ketë. 1 litër është ai? Po, diku të 4 gota. Fiks mua më duan 4 gota këtu. Atëherë, marr dhe shtoj me radhë
të gjithë përbërësit. Po mimi, faktikisht, që si shtova vezë? Do të sjell 2 vezë. Po mi po, aty ku e bëm punën, 2, shto 3, pa hajde. 3 dua, 3. S'kam shfar vezë, po pse veza i jep volum, i jep atë ngjyrën e duhur, dhe jemi shumë mirë, të lumë, ja. Ty të 2 large, 1 small, si pas veshjeve, për ti dhënë edhe shijen, edhe për ta thyrë atë në formën kremoze. Kjo është shija që duam, kjo është androniki që duam, që në ndihmon, them vezë, shkon vrap, shkon e merë. Nuk thot, po mimi Albana se kështu është receta. Po, them unë, po, ja. Atëherë, më duhet edhe një Ka vënd për zvëndësime edhe për kreativitet në kuzhinë, gjithmonë. Jo, për shije, kur janë shijet më të mira, ka vënd gjithmonë. Për mirësim, ja. Japim një, asot që kam keq me oreks sot. Një përzierje shumë të mirë. Edhe këtu 4 gota më duhen, por mund të vendos edhe pak më pak, nëse gota juaj është 200 ml. Se sa ndryshojnë këto masat e gotave? Po, nëse është për pak fare, pastaj më lë pak vetëm në fund të gatimit, që të kem edhe për gatimin tjetër. E shtojmë të parën? Po. Edhe të dytën? Tre. Dhe 4. Kripën? 4 gota, 250 Pakës piper. Bravo. Pra do jenë patate të zhytura në këtë masën e qumshit, të ajkës, mund të shtoni mazë, djathi për sipër, mund të shtoni më pak, mund të shtoni më shumë, gjithmonë në varësi të këtu. Do t'i vendosim si pas një regulli patatet apo rëmuj? Nuk do të shtoj. Mos e ke të vogël tavën. Gjalp. Se kur shofim që tavat vogël... Dhe po qa të bëjmë? Nepsi, shif për ditë gatime, kombinime, receta, sa të ëmbla të kripura edhe me ngjyra? Po. Qa t'i bëjmë? Njëtën të mbullohet si përfaqja, pra kjo është vendosja e... Bëjmë një hile. Si tjegulla. Po, bëjmë një Që hile. të marim më shumë baza. Patatet janë të mëdhaja. Pastaj, edhe në qosëm të projë, normalisht, unë jam prap edhe nesër. Dhe ju e dini shumë mirë për mirëmbajtjen e perimeve, i fusim në një qese, nga ato qeset që i vendosim në akull, edhe i kemi. Se o, më koti bëjun kështu, qa më ndoni juve? Deri sa të gjejnë vëndin, pa tjetër që rëshqasin. Në formën e ratatujës. Të marë pak kripën. Kriposim pak. Pas jam prerë në një gjërësi të tillë, si të veprojmë për tavat kryesisht, 0.5 cm quhet. Një trashësi të tillë duke i vendosur njëra pas tjetrës si tjegulla. Ja dhe këto të tjera, se këto që kanë njësoj fare dhe... Vajnë. Sërisht. Dhe? Duke si kur po kryon një lule aty në mes, me patate, tjellë si trëndafil. Po. E gjithë të masë këtu, njëra mbi tjetrën. Më rrit ato, Niki. E kjo është ndërtimi, pra kjo është rruga që do të ndiqni për tavën me patate. Patate me qumësht në furr, do ta pjekim tani në
temperaturën 180 gradë, shojmë së bashku produktet, nuk ka shumë produkte, 1 litër qumësht, 1 kilogram besoj patate, 5-6 mëdhaja, mjafton të jenë patate të tilla në mbi mesataren, 4 gota qumësht, 2 lugë vaj ulliri, 3-4 thelpinj hudhër, 2 lugë ajk qumshti, 2 lugë thërrime djathi, krip, piper i zi. Besoj dhe shpresoj që ti keni marrë. Tani, nëse ju... Nëse ju shikoni që keni më pak mas, dhe qumshi është më tepër, mos hezitoni, ja, si puna ime. Shtoni më tepër. Dhe gjithmonë në varësi të sasisë patateve, se ne kishim pak më tepër qumësht. Pra, unë e kam bërë në më tepër masën. Që kështu, edhe po t'ja shtoj të gjithë, nuk më prish në një punë. Ju e keni, përse unë asnjëherë nuk them diametrin e tepsisë, sepse ndryshon për 4 veta, ndryshon për 8 veta, ndryshon për 6, ndryshon për 2. Dhe, direkt, bëj tu kam thelpit e hudhrës, gjë që do t'i shtoj në fetza dhe hudhrat. Pra, i jap vetëm në fetza shumë të holla, nuk do keni problemin që do mbaj erë, sepse e gjitha do kaloj në zbutje qumshti. Dhe ajkën, se nuk është vetëm qumshti tani. Djathin do t'jashtim dhe qumshi apo në fund? Në fund fare. Okej. Ja mbulojmë dhe me qumësht, dhe do kalojmë me njerë tek receta e tretë. Qa kemi të receta e tretë? Kemi një gjellë me? Gjellë me perime. Perime. Mirë është që të mbulohen, pra të kemi këtë sasi, ndaj edhe ne përdorëm të gjithë sasin e qumshtit, pra 1 litër, në që të më nëmbulohen 2 shtresat që vendosëm me patate. Prandaj nuk bëra edhe tretjen mirë, tani të fundit, që të jetë me... Kaj që më duhet ma këtu. Këtë? Do të përdorëm, sepse edhe vetë patatet e kanë këtë veti. Pra mbani mend që mua më kanë tepruar pak patate edhe masa e... Sepse nesër do t'i kaloj në supë. Një supë kremoze me patate. Super. Për fëmijët, për të moshuarit, për gjithë familjen. Pra të gjitha e kanë nga një koncept kur ne themi, dhe lëm diçka më njanë, sepse e keni parë që unë i konsumoj në ditën tjetër. Ngre recet ditën tjetër. Po të doni, por do t'a kaloni në letër alumini. Dhe vi direkt me recetën tjetër. Pra, receta përfundoi, ka që thjesht e shpejt një tavë për gjithë familjen me patate dhe qumësht, thërmia djathi, të gjitha këto do të vendosen në një tepsi dhe më pas i vendosim për të pjekur në temperaturën 180 ose 200 gradë. Unë po e vendos direkt në furrë. Dhe largoj talierën e parë, duke ardhur në recetën tjetër, që unë kam një gjellë që unë do t'a kaloj edhe në tavë. Shpejt, unë mishin e kam zjerë, sa të lexoj një Gjellë me perime. Shojmë pak së bashku çfarë përmban kjo recet e tretë për ta përfunduar hapësirën tonë të gatimit. Kemi produktet që shihni në ekran, gjellë me mish viçi dhe perime në tavë balte. Na kanë filluar të na shijojnë këto tavat e baltës, këto gatimet që zjejnë aty, 1 kilogram mish viçi, 500 gram patate, 2 qep, 2 karota, 2 kunguj, 4 thelpinj hudhër, krip piper në energjik i thatë ose i freskët. Për petën
Do jetë në petë kjo? Apo do jetë mbuluar? Do jetë mbuluar në petë. Edhe peta kishte miell, vaj, ujë, krip, për të zënë një petë të zakonshme për ta mbuluar. Kemi zjerë mishin gjithashtu? Pra kam zjerë mishin. Mund të keni mish vici, mund të keni mish pule, mund të keni mish qingji, mund të keni pancetën, çfarë të doni ju. Mish vici quhet si recet tradicionale. Ju mund të vendosni çfarë do lloj mishi dhe edhe mbi të gjitha është në varësi të stinës. Në varësi të stinës, nëse është verë ne kërkojmë shumë mirë mishin e pulës dhe mishin e vicit. Nëse është stina e dimrit, që është palca e dimrit, ku flasim janari, për shembull, kërkon të jetë në pancetën e dimrit, e derit ose të gicit. Këtu, unë kam zirë, kam kaurdisur dhe zirë një kohësisht mishin. Këtu është lëngu dhe kam lënë pakës lëngë që ta përdor. Kam qepën e bardhë dhe jo të kuqe, sikurse kam dhe thelpit e hudhrës që mua më duhen pa tjetër të më bëhen me qepën. Kam 3 deri në 4 thelpi, gjithmonë në varësi të masës së thelpis që ka hudra. Shtoj pak fare krip, sikurse edhe pak fare lëngë. Normalisht, pataten, unë e kam zjerë. Nëse nuk i vendos atë pelikullën që e shikoni, pa tjetër patate fillon dhe merr të ngjyrë, sepse zjerja është akoma dhe më tepër. Shpeshherë ju shikoni, për shembull, shikoni pataten ose shikoni mishin e pulës, janë proceset termike që ne ndryshojnë ngjyrën, por jo sepse është, për shembull, pula. Nëse unë do ta zjer, normalisht pula do marrë një ngjyrë, do të tjetërsohet. Këtu, siç kam qepën, unë do të shtoj edhe mishin. Edhe direkt lëngun. E largoj se nuk më duhet. Marr tavën e baltës. Gjë që furra jonë çdo heq son. Njëra pas tjetrës, fillimisht me të ëmblën, pastaj me tavën me patate, tani me tavën me gjell. Shtoj dhe s'keni parë akoma se ç'do ndodhi më pas. Masën e kripës, masën e piperit që do kem kujdes, dhe në energjikun do ta shtoj të gjithë. Po, ne kemi të dyja variantet, edhe të kam në energjik të thatë, edhe të njomë. Të njomë. I largoj dhe bëj një përzierje. Shikon shumë të mirë. Të mishit. Do të shtoj perimet. Një valë kemi dhënë. Një valë. Largoj. Në tavën e baltës që do zjejnë, do të vazhdojmë procesin e kryer termik në mënyrë të ngadalë, ta vash a vash, aty brenda. Ndërkohë Albana ka marrë masat. Kam zënë brumin, që më duhet miell, pak ujë, krip, sheqer, vaj, uthull. Oh, pas ka dhe pak sheqer, ëh? Po, gjithmonë brumi kërkon të ketë. Dhe do ta punoj. Është zënë brumi, gjatë kohës që përgatisim perimet apo mishin, brumin e kemi lënë të qëndroj, që të lëshohet dhe tjetë sa më elastik teksa ne do ta hapim. Qëllimi është që tjetë mbuluese e tavës së baltit. Ja kështu. Në vend të kapaku do të vendosim brumin, kështu si në për restorante. Miellin, çfarë do lloj mielli të keni ju, sepse Ola i afron të gjitha. Ola i afron të gjitha. Qoftë për pica, qoftë ato për çdo përdorim, qoftë mielin bio, gjithçka tjetër
që ju mund të keni në shtëpi nga ula. Ursulla ndihmon shumë në hapjen, në zbutjen e petës. Po. Okej, mjaftueshëm besoj se do jetë. Jo mjaftueshëm, është super mjaftueshëm. Prit një sekond. Edhe nga ana tjetër t'i bjem. Siç e kam. Do të shtoj mishin. Një mënyrë krejt e veçantë e gatimit të mishit me perime në furrë në tavë balti. Tavë balte për të sjell atë aromën e mirë, ato treten, gatuhen avash dhe gjithmonë gatimet që zjejnë nga dal, gjithmonë janë më të shijshme, më të mira. Don pak më tepër kohë, por që ja vlen të presësh për të shijuar një recetë të tillë. E largoj dhe bëj një sistemim të tavës. Ja. Janë të bëra gati. Nuk do ju prishi fare punë. Dhe jemi në rregull me minutazhin tani. Tani mbarua. Sepse, po mbarua. Ja, edhe unë. Edhe ka pakun dhe ke mbaruar fiks në kohë. Të treja recetat mos harroni do të jenë në kanalin ton zyrtar në YouTube, Rreze Dielli, me mënyrën e tyre të përgatitjes. Sigurisht videot do t'i postohen vetëm pak minuta më pas, teksa ne të kemi përfunduar edhe pjekjen edhe t'i degustojmë. Vetëm baklavan do sjell. Mos harroni në fund fare, ne gjithmonë e spërkasim me pak fare gjallë. Baklavaja... Super. Shiko tani, nuk është se është mbaruar pjekja, po që syri tregon diçka tjetër. Ja ku është baklavaja jonë. Mirë se erdhët në rrezen ton. Jam me profesor Skënder Haklaj, etnokoreograf, mjeshtër i madh, mësues i valleve mbar shqiptare, veçanërisht i kthimit të tropojës, i cili e ka nisur sot bisedën me një kritik. Mirë se erdhe, profesor. Mirë se gjetëm, falenderoj Valja e tropojës në UNESCO, duke ju bashkuar edhe elementeve pasurive të tjera jo materiale që hynë në këtë listë të trashëgimisë botërore, siç ishte edhe isopolifonia, xhubleta apo transhumancën. Tashmë edhe Valja e Tropojës është pjesë e listës pra të UNESCO-s. Cimi Tropojës. Cimi Tropojës. Diku e gjeta Kcim vendi, tani ku po jepnin këtë materialin e Valles së Tropojës, profesori u ngrys pak dhe tha nuk është kjo, dhe do më thuash pse. Pse nuk ishte kjo valja? Kjo në rreth parë nuk është muzika. Muzika është rrugoves. Tropoja ka që bollek s'ka nevojë të marrin hua kur kundas në rrugov që kemi afër. Valja nuk është kthimi Tropojës, është e proponuar, është kult individi koreografin që ka bërë këtë, ta sqaroj. Në 1957 në grupi i vajzave çikave të Tropojës, 5 vajza me Xhever Gashën, mjeshtre, kanë qenë në festivalin ndërkombëtar në Moskë. Dhe kur në kthyer Gzim Kaceli, e ka marrë Xhever Gashën dhe ka marrë motive nga ajo, duke rritur mbi motivin popullor xhevit, edhe klasikën. Dhe kjo është koreografi individuale, dhe koreografi mund bashti, po ti thush si Tropoja jo. As vallja... Se ngatrojnë njerëzit, për shembull, nga ne që filluam sot dhe shumë të tjerë, shohin në YouTube Valja e Tropojës dhe bazojnë tek ajo që ju del aty.
Kush është e vërteta? Kam 10 vjetë që në të televizore e them të gja. E thamë, nuk ka nevoj të marrim muzikën e Rugovës dhe të bëjmë vallet koreografike, të koreografit. Ka me dhonë valle koreografike, po nuk i thëmë do të burimore, këcim tërpoje, është koreografi. Nuk i thot do të kësim ma, është valle koreografike, mi motivet e tërpojës. Dhe këte nuk mund të pranojmë që tjetët vazhdojnë, nuk e di është munges vëmendje, dikush në YouTube e ka futër kësimi tërpojës, e kam bërë protest, e kam thonë hiqe, nuk është i tërpojës, nuk është kjo muzikë e tërpojës, muzikë shumë e bukur, na shvidim, për e kemë në tërpojët më të bukura, se shpiti tërpojanit kësimtarët nuk shkon dot me këtë muzikë. Njële duke o endor. Si da gjemë në profesor këtë? Si da gjemë në originalen? Po ka tërpoj e balë. Futu të Facebooku im, kje sa të dush. Ma gjeni pak originale, një lutem të kësimit të tërpojës në Facebookun e Dishka shikova tash profesorit. aty në kufrë kërcenin, aty ka tërpoj. Aty që ishte pak pas... Ja, kjo. Futa aty muzikën, edhe kjo është tërpoj. Ja, kjo është Hazir Rustemi, virtuoz, ndjes pas. Pra, të gjojmë dhe pak muzikën, bazën, që të orientohemi për videon originale, nuk është me muzikë, nuk është me audio. Edhe kjo është koreografike e ansamblit shtetit. Ato vajza që ishin. Po pranohet që është me frapet e tërpojës, me ato devizet. Kjo është një valle gëzimi, një valle që shpreh gjithë mozaikun e bukur. Ti themi kësim. Ti themi këcim, nuk e preferon të quaj valja. Këcimi tërpojës. Kështu shkrua dhe në UNESCO. Kështu vendosët. Për fat. Për fat, bukur. Kështu ka qenë edhe në fillim. Po si është quajtur këcimi? Këcim, vazhdimisht. Këcimi, themi. Që në fillim, që kur është të krijuar? I thot populli vetë. E ka lindur, e ka përkundur në ndjepin e vetë, e ka rritur, dhe e ka vojmë në këcim. Dhe nuk pranon tërpojnë të jethosh valle, se për t'i thej valle, shkondej në Vlora, i thotë. Që nga valle, për shemë nga Qamëria, nga Gjërëkasa, nga nësa du të ndryshoj. Sepse këcimi është para valle. Nuk është në mënyrë shkencore këshu e këmbrojtu dhe e mbroj dhe këshu është. Nuk e, se korpusi... Ngacmon, është kjo fillimi? Muzika? Po, ka diçka tërpojës, po është mirë. është mirë? Po. Kështu fillon pra këcimi? Nuk është vetëm një muzikë. Nuk është vetëm muzikë për të shoqëruar këcimin tërpojës. Ta them pse quhet, pse është para valle. Korpusi vallës shqiptare të burimore, t'i lam koreografiket, krijimtarinë individuale, kultet, t'i lam. Fillojnë të gjitha me dorë për dore, ose krah për krah, ose gisht për gisht. Nga e majta në të djathtë, formacioni, dhe vinë ose gjysë rreti, ose në rrët plot, dhe prapë se prapë janë të kapur me një korife që o dhe zvalën. është i drejtu që rrët. Nësëm tërpoj është se cili korife. Ati nuk e komandon do të se me cili kra del, me djatën, me të majtën, para, mrapa, aty qeshtu, del në mënyrën e vetë, botën e vetë. Dhe po ta shikosh shtu, se cili bën punë e vetë. Po në emru se është i përbashkë, se është vetë lëvizja, është tërpojanë. Ju keni kaq vite që jeni përpjekur për ta futur në UNESCO këcimin e tropojës, që në 2016 apo jo, dosja është dorëzuar që në 2020 dhe u finalizua tani për fund vit, kaq bukur, kaq lajmi bukur që erdhi. Pardje, po. Do më thoni pak cilat janë përfitimet e futjes së këcimit të tropojës në UNESCO? Po, është përfitimi më dhe ma është identiteti kombit tonë, për arsye se ka një artin e vetë, një këtësim në UNESCO dhe nuk është pak. është gjë madhe shumë. Pastaj përfitim ka që në rregulloren e UNESCO-s, në CDV-m, ka mundësi ta futem edhe në simën për shkollat, shkollat e mesme, në nënvjeçare, që të përhapet të ngele, popularizohet gjitha ndej. Të tropojë të trashëgojmë gjitha ndej. Dhe të nifet që kështë qimë tropoje. Se shiko, sa fja flokut, qimë në tropojës, pës ditët të trajtosh e banë si që bëhë këtu, si këshilloha që mos bëhet. Se, për shembull, Rrugovën e kemë afër, me pak vajzat tona, vajzat e Rrugovës bashkohen, me pak munges kujdesi, pastaj me shotën e Kosovës, pastaj me Qiftatelin tu, pastaj shkon ka mbaskame me motivin e kësaj pogonishtes, që kjo të vret shumë, të edhe shkon mbaskame dhe thu për kësaj tropojë, në fakt nuk jenë tropojë. Unë si ekspert, si specialist i kësaj pune, nuk e pranoj dot, nuk mundën ta më rënqet. Sa vite keni që merrni met në koreografi? Unë që 5 vjeç kam kërcyer, për ta thënë që 5 vjeç do të thotë 7-10 vjet, me 28 në ndori kam bërë. Ju që 5 vjeç keni mësuar këcimin e tropojës? Që 5 vjeç kam dalë kërcej. Po mësoj që 3 vjeç. Duke i ra që të liqi matë, edhe më kam kërcyer në shtëpi. Se tropojante nuk ka patur shtëpi, familje që ka patur një shtëri, një fyll,
dhe një lahut. Nështë ta lahutin jetë gjitha shpjet, për një ilaqe, 3-4 lahut e kanë qenë. Dhe nuk duhe ode e bura që se ka lahutën me, nuk quhej odë. Në vërtet. Se pas çdo bisede, ajo që i binte lahutës, zakonisht kryeplaku i familjes, drejtuesi i familjes, i binte lahutës dhe këndonte pastaj dorëzonte mikut për ta shoqëruar. Lahuta ka qenë historik. Elementi kryesor. Histori, të ka përcjellë gjitha histori. Histori më vete. Këngat që këndon me lahutë janë historike. Në vërtet. Të rezistencës. Pastaj nëse kujtojmë fillesat e kthimit, domethënë që elementët që përbëjnë këtë kthim, çfarë tregohet me lëvizjet, çfarë tregojnë gjitha i mozaik vlerash folklorike? Në kthimin të tropojës, paraqitet ka një mesazh që përcjell. Po vetë jeta e popullit. Ka kthime që ka elemente pune, ka kthime që ka elemente lufte, qendrese, bashkimit, luftarit me luftarin qendres. Ka kthime me rituale të jashtëzakonshme, i ka legjenda e takatit të forcës së Mujt e Alilit, të ciklit të kreshnikëve. Pastaj ka shumë rituale. Ka shumë rituale që të tregon se kështu jeton ky popull. Janë element autentik të këtij kthimi që si ka fush. Jeta e këtij populli në këtë mjedis natyror të shkëlqyer në bjeshk, se bjeshka është vlerë shumë shpirtërore për fizikun, për freskinë e trupit, për freskinë e mendjes. E vërtet. Dhe pastaj nuk do të thotë se kthimi të tropojës është njerë. Jo, ka secili si thashun, përgjigjës së mas jetës që ka bërë ky popull, e paraqet. Po pastaj kthimi flet. Unë kom 2 libra janë akademik, që i kom aprovuar dhe kanë dalur, Tropoja mrekullive shpirtërore, ku aty ka doket zakonit gjithçka që mund të jetë për tropojnë. Gjithçka e jetës tropojane. Pastaj është aty ku trupi flet. Kjo është shkencor. Ku flas ç'është kthimi, ç'është tupani, se në Tiranë i thon daulle, po kjo është turqisht. Daulle do të thotë duvel, dy lukush. Ndërsa tupani është fjalë onomatopeike, vetëformuese. Tumpa, po ta kesh fëmin tat, aty edhe t'ja bojnë tum, e lëviz durt. Pra është vetëformues. Dhe tjetra me bukrat e gjitha bukrave është se kthimi tropojës paraqet dashurinë në bjeshk, paraqet dashurinë në jetë. Gëzimin, lëvizjet, elementet autentik që ka. Po, bravo, është edhe shumë paqësor. Çdo e kam thënë dhe vazhdoj ta them se është gjë e bukur. Në qoftë larg ti ke një hall dhe e vu dhe vjen me gjermo me valltar dy gërsy dhe i shef haron hallën shkëputesh. Është mënyra më e mirë për të pyet aty valltarit si e bën këtë, me pak gjë mund futu shkërcesh. Po shumë e lehtë për ta mësuar. Unë ju përgëzoj dhe për punën tuaj, për këmbguljen që prej 2016 deri në ditët e sotme që ju arrit dhe u finalizuaj që kthimi tropojës të jetë tashmë pjesë e trashëgimisë në UNESCO, por mbi të gjitha, përveç krenarisë kombëtare, duhet të ndjeni dhe shumë krenar personalisht, apo jo, si mjeshtër i kthimit. Gjithë jetën time si kërcimtare kom një veten tropejan dhe e du shumë tropojnë, e du shumë popullin e tropojës, i du shumë ata prindër që me shkua bashkë me ata asistentën time e Bukurit Demirin, ose me Rolina Rushin të në Tiranë që kemi 2 kurset, që i drejtoj unë bashkë me këto 2 asistente, me shkua prindët në 12 natës se me thonë nga duhet vajza, 17 vjeqe, se do ikim në Tiranë, me arkeo në televizion, thot, a e një 2, po, merreni. Unë du të bëj një ftesë publike, le të festojmë festat e fund vitit këtu në Rrezën tonë, me gjithë grupin tuaj, për të gëzuar me kthimi e tropojës. Dhe ne do vim me shumë dashuri. Të falenderoj shumë. Shumë suksese, për gjithçka tjetër, do të flasim në fund vit, do të jetë festat të jashtëzakonshme, ju përcjell, dhe ju falenderoj shumë. Profesor, gjithë të mirat, respekte për ju, për kthimin e tropojës që i bashkohet listës së 4 elementve të tjerë, ne do të shkëputemi për sjellin profesorin dhe do të shkëputemi së bashku për të folur për një tjetër tematik. Vazhdoni të qëndroni në Rrezën tonë. Takojmë sërish me Rrezën tonë, do të flasim për vajin e ullirit. A kemi siguri tek vaji i ullirit që blejmë në treg? Si duhet ta përzgjedhim atë në cilësinë më të mirë? A ka rëndësi origjina e ullinjve, punishteve, të tjerë? A duhet që Shqipëria të jetë një eksportuese pse jo e vajit të ullirit? Çfarë po bëhet në këtë pikë?
për çmimin e vajit të ullirit, për këto problematikat që janë diskutuar së fundmi edhe në media. Të diskutojmë me ekspertin agrobiznesit Ilir Pilku, kënaqësi që jeni këtu, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën, por edhe për temën që trajtoni. Jo më kot jemi në këmbë për të bërë edhe prova të dukura të cilësisë së vajit. Gjithashtu jam me zotin Vesaf Musaj, fermer dhe prodhues vaj. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta, falenderoj edhe juve për ftesën dhe vërtet për problemin që ne do të diskutojmë sot. Është një problem që na shqetëson të gjithë, është dhe sezoni tani që blem vajin e ullirit dhe gjithmonë pyesim jo për çmimin, jo për cilësinë, gjithmonë jemi në konkurrencë me njëri tjetrin, e bleva më të mirë, nuk e gjeta të cilësisë më të mirë, por pastaj ka dhe përzierje, këto lajmet që kemi dëgjuar kohët e fundit. A jemi të sigurt, zoti Ilir, në vajin që zgjedhim në treg? A kemi siguri? Shiko, në realitet në treg ka disa lloje vajrash. Pra, duke mund të thoja që duke mos diskutuar për ato vajra të cilët janë të falsifikuara, pra që ekzistojnë dhe në tregun shqiptar, kategoritë e vajrave janë të vajit ullit, janë disa. Është premiumi, vaj premium extra virgin, pra premium është shumë pak prodhohet premium, Vesafi mund të jetë një nga ato që prodhon vaj në premium, po gjithmonë është në sasiera shumë të vogla, sepse vetë procesi dhe teknologjia është e tillë që të del në kosto relativisht më të lartë dhe rekomandohet që vaj premium mos të kalojë në procesin e gatimit. Të konsumohet jo në sallatë po të konsumohet direkt me produktet e bulmetit, me djatrat dhe me salsat të bulmetit, në sallatrat të ndryshme. Që të marrin maksimumin e vlerave. Që të marrin maksimumin, pra duke ruajtur 100% fenolet. Kemi vajin extra virgin, që ka dhe një proces teknologjik të caktuar. Kemi vajin virgin, dhe pastaj varet e tjerë janë të kategorisë më të ullët që përdoren më tepër për gatime. Pra, me vendet e tjera, jemi një vend që konsumojmë vajin e ullirit, që kemi pjesë të dietave tona? Shiko, unë duke qenë se kam vite që merrem në projektin e qeverisë amerikane për vajin e ullirit, ku kemi ngritur të gjithë këtë lloj industrie, e kemi trenuar për të rritur cilësinë, po jo vetëm kaq, po kemi ndërtuar dhe panelin e parë dhe të vetëm kombëtar të testimit të vajit ullirit, mund të them që me plot gojë mund të them që ne prodhojmë vaj të mirë. Pra, ne prodhojmë, Shqipëria prodhon vaj të mirë, por ka goxha problematika që ndoshta gjatë emisionit neve dhe do t'i trajtojmë. Shumë fermer ka që prodhojnë vaj ulliri në vendin tonë. Disa bëjnë diferencën, zgjedhin teknologjinë më të mirë, ndoshta mund të ndikojnë punishte, mund të ndikojë varieteti i ullinjve apo jo. Disa të tjerë arrin, disa të tjerë jo. Ju sa vite keni që merreni me prodhimin e vajit? Unë kam 30 vite që merrem. 30 vite. Jam trajnuar outside, me specialistë shumë të mirë, amerikan, spanjoll, italian e tjera, dhe them që di ta bëj mirë këtë punë. Di ta bëj mirë. Tani problemi nuk është vetëm teknologjia për të prodhuar një vaj të mirë. Ka shumë faktorë, është lënda e parë, që duhet jetë, varieteti kryesisht. Ne ndodhemi në zonën e Vlorës, dhe unë me krenarie them që ne prodhojmë një vaj shumë të mirë. Pra, rol ka origjina e lëndës së parë. Ka tre arsye. Njërë varieteti që ne kemi ka një njotë të shtrirë në Fier dhe Vlorë, ditë me diell që duhet ketë dhe kodrat që janë mbjellë dikur janë prodhojnë vajin më të mirë se sa fuqa, sepse ka ujrat në toksore, ka shumë probleme tjera, kanalet kulluese nuk pastrohen dhe ujrat në toksore rrinafer dhe këto prishin cilësinë, po njëkohësisht ulin dhe rendimentin e vajit. Po edhe kushtet klimaterike duhet të ndikojnë, besoj? Patjetër, por ka një faktor tjetër në zonën tonë, jodi i detit ka ndikim shumë të madh në cilësinë e vajit ullit. Ne kemi fatin e mirë që kemi këtë në Vlorë, dhe kështu që ne mendojmë që prodhojmë një vaj shumë të mirë. Duke qenë me premium, që është vërtet unë e prodhoj atë vaj. Eksportoni dhe jashtë? Mundeni të eksportoni? Po, qoj në Zvicër. Pre vitesh? Po, pre vite, qoj në New York, kam filluar të qoj në Londër, tani kam kontakte me japonezët, kështu që mendoj, edhe me gjermanët, mendoj që
do të ashtrim pak tregun më shumë, gjithmonë duke u rritur, por ne kemi probleme tona me shqitjen e vajt ullirit, edhe pse... Cili është problemi që hasin për mërët? Jo vetëm me cilësin, po do të konkurrojmë edhe me çmimin. Çmimet tona janë më të larta. Ne eksportojmë me çmim më të ulët apo më të lartë? Jashtë. Ne me çmim më të lartë, sepse me thënë për atë vaj që është premium. Për vaj tjetër? Në tërsi. Ndërsa, unë nuk merrem me vaj normal, apo me vaj të virgjën, merrem vetëm me vajin ekstra dhe vajin bio. Këtë pranoj që të bëj, këj bëhet muajin tetor, është koha kufizuar që tha Iliri, nuk bëhet në çdo kohë, nuk bëhet tani për shembull kemi në dhjetor, ai bëhet ulliri derë sa fillon blarosjen, dhe 7% e kokrat janë të larosë, aty është kufiri fundit për të prodhuar këtë lloj. Ka dhe kohën e vet, nëse mblidhet më përpara ulliri ose më pas, ndikon pastaj në cilësi dhe sasi. Çdo gjë është në këtë periudhë që ne flasim, kostot janë më të larta sepse për një, po themi për 100 kg ullinj, nuk marim 20 litra apo 22 apo 24 vaj, po marim 14. Dhe kuptohet kostot janë të larta. Pastaj kostot ka probleme tjera që tek vjelja, për shembull, sepse si bie mënyra se si vilen, nëse goditen, nëse janë disa teknika që janë rritur çmimet e vajit të ullirit si vjet, për arsye se kostot e prodhimit të 1 kg i vaj shkon më lartë se sa herët e tjera, sepse një punëtor që ta marrësh të bjeli ullirin, që ka 20 kg, do 20.000 lek. Do më thënë 1.000 lek për litër, të vjetra flasë, 1.000 lek për kilogram, e merë vetëm punëtori. Atër e ngellet ai do shesi me 1.300 apo 1.400 lek. Sot do të reksa çmimi në përgjithësi mesatarja. Unë kam nxjerrë këtu kostën për çdo zë në ullishtari dhe në përpunim, se sa kushton, pra sa është kosto e prodhimit të 1 litër vaj ulliri. Pra pa marrë shfitimi, pa vendosur ambalazhimin, etiketimin e vajt ullirit, është 630 lek të reja 1 litër vaj ulliri. Pra, çdo vaj ulliri. Quhet vaj i hapur ky që dhe i hapur, pra e quhet vaj i ambalazhuar etj se ka kosta të tjera ambalazhimi. Nuk është i ambalazhuar, pra nuk kemi ambalazhim, nuk kemi etiketim, nuk kemi shishe, nuk kemi tap. Pra është nga fabrika. Nga fabrika është 630 lek, duke marrë parasysh edhe kostot që e përmendi për punëtorinë zoti Vesaf, që ka shkuar 35 dhe në 45.000 lek të vjetra një punëtor në ditë. Pra çdo vaj i cili është nën këtë vlerë, do të ketë problematikat e tjera. Në lidhje me konsumin, Shqipëria ka një curi që vjen në rritje, për frym, po megjithatë ne nuk jemi në ato vlerat që duhet jemi edhe për arsye të shkallës edukative, e cila për mendimin tim lën për dëshiruar edhe në tekstet mësimore që duhet të jetë kjo pjesë, sepse është pjesë e një shëndeti sa më të mirë të fëmijëve dhe të rriturve. 30 gram rekomandohet që 30 gram vaj ulliri në mëngjes duhet të konsumohet. Pra është një jetë e shëndetshme. E vërtet. Dhe ndërkohë, ose mund ta themi, ju personalisht e keni 30 vite që e konsumoni. Një lugë gjelle, esëll, një vaj i mirë. Shumë lehtë gjatë gjithë ditës, por të ordosh një vaj ulliri në mëngjes. Sidomos edhe për gratë, sepse ndikonte edhe në proceset memoriale. Shikoni Greqinë se sa konsumon. 20 litra për frym. Është vendi i parë aty? I vendi i parë është Greqia. Që konsumon më tepër. Që konsumon. Gati 18 do të jetë Italia. Italia është 14, Spanja 11 piksa. Ne jemi diçka ke 7 litra. Dikur ka qenë 3, nëse është rritur tani nuk e di. Në 7 litra. Dhe kjo, dhe jemi akoma mbrapa, në kuptimin e fjalës, në konsumin e vajit ullirit. Janë shumë arsye, që ndoshta nuk do kishim kohë ti përmendim se për vlerat që ka konsumimi, përdorimi i vajit ullirit në shëndetin ton, dhe kudo tjetër, sepse ku s'përdoret edhe në kozmetike dhe janë të larmishme mënyrat se si duhet të përfshihet. Dhe në kozmetik kam pas një kërkesë për 300 litra për në Amerikë, për në kozmetik. Për kozmetik, për kremra sapona, përdoret në farmaci, shitëm në Zvicër në farmaci, ky lloj vaj që ne kemi këtu. Do të themi që jemi krenar për këtë çfarë prodhojmë, kemi cilësi shumë të lartë, por a keni mbështetje? Nuk e pa tjetër edhe kemi pas mbështetje nga instruksionet, por unë nuk dua vetë
Po nuk po të flasë që të kemë unë mbështetje. Duhet kënë fermerët mbështetje. Fermerët mbështetje pa dyshim për të... Sepse rriten kostot e prodhimit. Atjer, në kodra tona nuk ka rrugë akoma për të vajtër me zi shkon fermeri për të vjeli 5 rënjulli një ka atje dhe i merë në krah për t'i ndjerë deri në rrugë për t'jedhë në makine për t'sjedhë. Imagjinoni vështirësinë e rrugës që nga ullishtet në Tryezë. Prandaj dhe kostot janë shumë të larta. E vërtet. Dhe ne tani do të konkurojmë edhe me çmimin, po edhe me cilësinë, sepse po të marrim Spanjën, Italinë e vendet e tjera, ata vjelin me kombanj, kuptojnë, janë vajra jo kaq cilësore, janë vajra të dobla. Po të flasim për Bekinon, po të flasim për frantojët e thjeshtë, nuk kanë këto vlera ushqyese, se ky vaj ka rreth 810 fenole, ndërsa frantoj dhe arbekino kanë nga 100 deri 250 fenole. Apo për një vaj kaq cilësor, që se gjendot rrugën e eksportit. Ne kemi disa varietete autoktone, Niki, që siç ju paraqitët pak më para atë që UNESCO miratoi se jo një ditë mos jetë edhe vaj ullirit. Edhe ne duhet të patentojmë ullishtarin ton autoktone. Ne kemi në Tiranë, kemi ullirin kokorbardh të Kurorës të Tiranës. Të Krujës, kryesisht. Është një ulli i papar në lidhjet me vlerat ushqimore. Kemi krypsin e Krujës, që është i shkëlqyer, kemi miksanin e Elbasanit, kemi kalinjotin e Vlorës. Dhe i holli i Marës. Këto janë varietetet më të mira që prodhojnë. Këto janë 4 varietetet më të mira që ekzistojnë. Që prodhojnë një vaj ulliri, atë që tha zoti Vesaf, pra me vlerat të larta, super të larta ushqyese. Po. Cilat janë hilet që bëhen në prodhimin e vajt? Nuk po flasë për zotin Vesaf, se a i ka një 20 e ca... 30 shmime, jo për certifikatë për flasë, 17, e shikon i dia që ishin ndikute 17 medalja ari në prodhimin, si certifikuar prodhimin e vajt ullirit, por, qëfar nuk dim ne të këtë fabrikat e prodhimit? Ile ka nga më të ndryshmet, ka... Presimi i dyherë, i tepërt, përzierjet me ingredient që vinë koncentrate me ngjyrues, me koncentrate që vinë nga jashtë, kryesisht nga Kina dhe India, ka miksime me vajnë e lule diellit, duke shtuar aromantizues e të tjerë, pra ka përzierje midis një vaj shumë të vjetër dhe një vaj të ri, duke shtuar edhe element të tjerë. Pra, është shumë gjërë gama e falsitetit të vaj ulliri. Një vaj ulliri, pastaj i mirë, duhet kalojnë në disa procese. Do kalojnë tani tek këto proceset? Jo, ndoshta unë do të përmend pak në teori, anën teorike. Një ulli i cili të pretendohet për të siguruar një vaj premium, duhet të vilet brenda 4 orësh dhe të dërgohet në fabrikë. Nëse qëndron më shumë, umbet edhe shumë vlera. Duhet jetë i vjelu në javën e 2 dhe të 3 të tetorit, pra atë që duhet jetë kokra, duhet jetë jeshile e lehtë, pra e gjelbër, më mirë themi e gjelbër. Duhet të kaloj një proces teknologjik jo më shumë se 27-28 gradë, dhe ky merr atë emërtimin premium. Një vaj extra virgin, mos rrim ke premium, sepse premium ka një kosto dhe të lartë, po shkon deri në 20-25 euro një litër. Le të rrim ke vaj extra virgin. Nuk duhet të kaloj 48 orët nga vjelja në fabrikë. Duhet të mblidhet me rjeta, jo në tokë, se bashkë me tokën ti mund të marrësh edhe pa pastërtit e blektorisë, e të tjera, që e infektojnë produktin, japin... Ashtë i proces dhe të thënë delikat dhe duhet këtë kujdes. Duhet direkt të përpunohet, temperatura është po ajo që thash unë, pastaj vinë ato post përpunim, pra të mbahet në enë, qelqit të erta ose inoksi, në temperaturë... Inoks ushqimor 304-306, që është vetëm për këtë. Të mbahet në vendet të erta, në temperaturë që nuk duhet i kaloj 25 gradët, dhe ne ruajmë të gjitha fenolet, vlerat ushqyese
dhe periodiksitet. Sa kohë ruhen këto? Një vit? Një deri në 18 muaj. Një deri në 18 muaj, se duhet të blejmë vajin tjetër pastaj, duhet të llogarisim, do blejmë për një vit vaj. Por të lutem se më duhet të bëjmë degustim dhe kam vetëm 5 minuta. Shumë e rëndësishme kjo që duhet të them. Tani, për të bërë një vaj primo, atë është ajliri, do të shtoja ca gjëra të vogla që me që jam afër këtij prodhimi. Për shembull, nga pjesa gjysma dhe e lartë e ullirit, është ulliri më i mirë se sa gjysma e poshtë, edhe në bekun. Sepse ka kontakte më të mëdha me diellin. E dyta është që duhet bilet me arka, transportohet dhe të vijë në fabrikë. Në fabrikë, pastërtia e linjës duhet jetë maksimale. Temperatura duhet jetë 24-28 gradë dhe koha e përpunimit duhet jetë 25 deri në 40 minuta. Kjo është. Pastaj, me një sa e prodhon duhet ta hedhësh në inoksi. Vdekja e vajit tani, temperatura duhet të jenë kur ruhet mirë të jetë bodrum. Unë e kam të paktën, po mirë është që të jetë bodrum. Dhe këto kushte nuk janë të gjithë sepse është e pamundur hapësira një herë për të ruajtur. Tani prishja e vajit është kur është temperatura, është ajri dhe drita. Të tre këto duhen evituar në këtë pjesë që ne thamë. Mbasi edhe atje do të mbyllet me njëherë të mos kontakt me ajrin. Sepse kontakti me ajrin e hekurën e ndryshkëjon më vajin tjetër. E vërtet është nga oksigjenimi. Më thoni pak, dhe pyetja $1 milion është, ne si do ta zgjedhim vajin e ullirit në treg, cilat janë komponentët, nuhatja, ngjyra, shija, çfarë duhet të kemi parasysh për ta zgjedhur? Dhe unë tani çfarë kam bërë? Kam marr vaj të 3 lloj vaj. 4 lloje vaj. Duhet ta themi Niki përpara se të fillojmë testimin. Janë 2 lloj testimesh, testimi fiziko-kimik që bëhet në laboratore dhe nuk po ju të shpjegoj një çik. Që duan konsumatorët. Dhe testimi i cili quhet testimi organoleptik ndijor. Pra ndijor që ne shikojmë nëpërmjet shqisave tona, ne shikojmë ngjyrën, shikojmë aromën, të vajit ullirit, densitetin që duket densiteti i vajit, duke e tundur shishën. Pra këto janë ato pjesë dhe nëpërmjet shijimit duke e provuar. Atëherë, fillojmë me provat, si themi, me radhë. Kemi 4 lloje vaj. Në radhë të parë duhet të kemi parasysh Niki që kjo është e pruveta e certifikuar për të testuar. Pra nuk e testojmë dot në këto tonë? Aty mund të marrim një lloj ideje, por nëse duam të bëjmë një proces siç e bën profesional të panel testit, bëhet nëpërmjet kësaj gote. Që mos ndikohemi nga ngjyra është ajo? Që mos jetë një ngjyrë neutrale ndoshta? Do flasim dëgjoj tani. Ka disa momente gota nuk duhet të ndikohesh nga ngjyra e vajit ullirit. E kuptova. Ai ka aromën, ka djegën dhe hidhrimin. Në qoftë se këto janë në paraqitjen grafike në një vit të drejtë, ky quhet vaj shumë harmonik dhe shumë i mirë. Kryesisht në mbaj mend të testime unë që po të shkonim te 5 e 6. Ishte vaj ideal. Okej. Të lutem ma testo pak të vajin. Se vetëm 2 minuta kemi. Ne kemi 3 vajra, në radhë parë atë që shikoj unë është në 4 vajrat që kemi. Këtu kemi densitet jo kompakt, apo jo e tregojmë pak më mirë te kamera, të dy bashk. Po ta shikosh pak, shikoj këtë të tjetrin, shikoj këtë që ka një densitet më të plot. Këtu? Është më i trash. Më i trash. Ky është i sigurt që është vaj i ri. Jo, okej, prit do ta shikojmë në fund. Këtu kemi prap densiteti i kësaj dhe ngjyrat nuk janë shumë të forta. Kjo është më e lehtë si ngjyrë. Kuptoj që ka ndërhyrje. Këto të dyja. Çfarë mund të ketë ndërhyrje? Edhe unë me syrin tim shikoj që kemi bërë, secili nga stafi ka sill vajin e shtëpisë. Shumë mirë. Dhe duhet të testojmë çfarë kemi blerë. Atëherë marrim vajin e parë dhe e hedhim në këtë testin. Aty duhen vetëm 20 gram. Hodhi pak shumë i liri, po tani nuk ka problem. Okej. Marrim një tjetër, nuk ka problem. Marrim një tjetër. Me këtë dorën ne e ngrohim. Po. Me këtë e mbulojmë. Po bëj të njëjtën gjë me këtë enën tjetër. Do ta rrotullojmë në mënyrë që do ta përzgjem, do ta përplasim, që përplasen aromat e vajit. Do përplasen aromat. Në mënyrë që të marri edhe pruveta, të marri ngrohtësinë e dorës. Që është ajo ngrohtësi ku shlirohen edhe aromat. Ja, të njëjtën gjë po bëjmë. Po bëjmë pak më shpejt, sepse jemi në emision. Nuk jemi në një degustim profesional, por thjesht i ndihmojmë konsumatorët për të përzgjedhur vajin. Pastaj i marrim erë, të shikojmë a na vjen
aroma. Kjo nuk ka asnjë aromë. Është aroma e kremës të Atë e di ti, nuk e di. Ti do shënosh pikët e tua. Pastaj, Shpresoj mos jetë vaj shpistime. pastaj do ta testojmë. Dua të theksoj që në një panel duhen jo më pak se 7 veta për të mbledhur të gjitha Secili ka mesataret. nuhatjen e vet, po. Po ta testosh këtë. Besaf, mund të japësh atë. Do japim çik vetë si e bëj unë. Unë nuk e degustoj, nuk jam profesioniste për ta Nuk të jep ndjesinë e djegjes së piperit. Në një minutë, unë nuk e kam parë, do të shoh, se nuk flas dot pa e parë. Pra ky nuk ka këto element që ju përmendët. nuk i ka. As aromën dhe as shijen që të ndjesh një shije ose një aromë të ullinjve. Më dëgjoj Ai pariku. Ky vaj duhet të ngrohet në temperaturë 24 gradë që të shpërthej aroma, djegë dhe Dora hidrogeni. që ka temperaturën. 24 gradë. Pëllëma e dorës thuhesh nga pjesë të nxehtë. Pak nga ngrohtësia e dorës së Ilirit, pak nga ju do jetë ngrohur tani për ta Unë nuk e testuar. di sa do të ngrohur, po ne e zgjasim në fund. Tani, Mund ta me provoj, një çaj dorën, Nuk bëjmë kemi nuhatje. vajshëm. Ja ta testojmë dhe atë pastaj. Tani bën Kush e kishte vaj njërë që po mendohemi shumë? Kush e solli nga ju? Duke futur oksigjen. Futim oksigjenin kështu. Po. Tani, ky është kur parametrat kimiko-fizik të dalin vaj ekstra, nuk është vaj ekstra. Nuk është vaj ekstra. Se degustimi është vendimtar për të parë, sepse nuk Ka ka. ndonjë përzierje, ndonjë dëmtim, ndonjë gjë jo të paktën deri Ai këtu. nuk ka djegje, nuk ka... djegje. Vaj Të lutem- njëri pa të lutem përzierje, këtë të nuk fundit. mendoj që nuk ka defekt. Ja Ai një që nuk- sekond, se duhet ta pastrojmë. Po, sepse ndikohen Duhet aromat dhe të Duhet ta gjitha. pastrojmë Po mirë. çfarë ti bëj minutave që vetëm fluturojnë kur bëhen Po, fjalë për ja t'japim dhe një pastrim tjetër. Kjo punë do pak minuta që të Do kuptojnë minuta, dhe do minutash. konsumatori. Tani shiko, me thënë drejtën. Po, ju të gjithë. Okej, jo të gjithë. Okej. Këtë vaj. S'ka gjë, s'ka gjë, Po s'ka gjë. 20 gram do, se ka nuk në saj. S'ka problem. Po mirë, më pjot mua për Të shtë. pyeta. Të Okej. pyeta dhe dëgjoj, Ja, ky ishte bajmë- vaj pak më i trash në fakt se nga të tjerët. Edhe një herë vazhdojmë me procesin. Po. E fundit. Ngroja, e fundit, do të se hesim duhet pak më shpejt. E shef që ma bëjnë të gjithë kështu Okej. mbylleni. Do t'i japim aroman djen ullirin. Pra të ketë atë aromën e ullirit dhe kur e degustojmë, çfarë duhet të ndjejmë në shijen e Ja çfarë duhet ndjesh? Veç Djegësia. aromës? djegësia është Aroma dhe djegësia në këtë vaj. Ky është tregues për mendimin djegësia. tim. Ky është një vaj midis kategorisë premium Po? dhe extra virgin. Aha. Pra aroma, ngjyra, trashësia. Jo, ngjyra e tij. jo, nuk ka ndikim, Nuk ka po ndikim. më dëgjon çik tani. Për herë të parë kur merr po, e që fundit. bën nuhatjen dhe shijon vajin, duhet ketë shijen e frutit freskët. Kjo është vendimtare për të parë që është i përzierë ose ç'është. Shija. Do thotë, kur merr një kokë rulleri e kafshon, E kafshon. po pra atë shije duhet Atë ketë. shije, e qartë. Pra mos u ndikoni nga ngjyra se mund të jenë përzierje të Nuk ndryshme nuk për ka të ndikim sjellë- ngjyra, për të sjellë prandaj një shije. Unë e thash me pigmente mund të arrish të gjitha llojet Të e gjitha ngjyrave. llojet e ngjyrave. Pra është e rëndësishme shija, aroma, dhe unë të falenderoj shumë që na treguat pikërisht këtë Ky është vaj. vajet grotë. Ky është vaj. Pas ka aromë shumë të mirë. fakt. Vazhdo ta provosh. Ja. Edhe do shoh se çfarë ka. Nëse do t'i kalosh 80 vjetët dhe të luash tenis, Super. Të Ky djegë që ka të vaj. luash tenis Unë e ka në sjell, mënyrë ti të vazhdoj rregullt, ta marr këtë lloj vaj. por këtu do te të ne. vaj ulliri. Të falenderoj shumë. Punë të mbarë. Faleminderit Ilir, faleminderit dhe juve, kalofshi bukur. Shumë.